Por ajo që ka më shqetëson të kjo është, sepse Partia Demokratike vetë nga emri i saj dhe lindja e saj si një kundërshtare e Partisë Punës dhe monizmit të dikurshëm që bënte zgjedhje vetëm një parti, pothuajse 36 vite më vonë jemi rikthyer. Sa na ktheve në kohë. Por duket sikur jemi rikthyer në atë kohë për shkak se brenda partisë po zhvillohen zgjedhje me një kandidat. Ne shohim këtë qasje paktën personalisht, po dhe nga aspekti profesional si diçka shumë negative, spaku për demokracinë e brendshme të Partisë Demokratike, por edhe për demokracinë e brendshme të partive në Shqipëri, të cilat në vend që të shkonin drejt një lloj demokratizimi më të madh, drejt një lloj partie, jo vetëm e hapur, por që ka një garë dhe pranon kundërshtarë dhe rivalet, kushdo qofshin ata, ne po shikojmë që të dyja partitë kryesore të SBA-ku, PD-ja dhe PS-ja po shkojnë drejt një lloj idhujtarie të kryetarit. Nga njëra anë shikojmë një betonizim dhe një kristalizim shumë të fortë të kryeministrit Rama në krye të PS-s që tashmë e ka dhënë një lloj devize që për sa kohë ai fiton zgjedhjet nuk bën, për sa kohë fiton zgjedhjet parlamentare nuk bën zgjedhje brenda partisë. Ndërkohë shikojmë Partinë Demokratike, që do të ishte një alternativë dhe do të ishte një lloj opsioni tjetër përballë qeverisë, duke ofruar një mundësi edhe një qasje ndryshe nga këto mungesë zgjedhjesh, nga mungesa e diskutimit, nga mungesa e debatit. Ne shikojmë një Parti Demokratike që ngjashson shumë Partisë Socialiste në raport me zgjedhjet për